Gjemat, si pas fejës tonë islamit, kjo botë, kjo dynja është e përkohshme dhe vend i sprovave. Pa tjetër kemi usprovu këtu. E që Allahu Gjellëshanu u tha, ne e krijuam vdekjen dhe jetën. Që do të thotë Allahu Gjellëshanu u neve do të nas provojë në këtë botë. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që t'ju sprovojmë juve se cili prej jush do të veproj punë më të mirë. Prandaj, punët më të mira që ti i bën këtë dynja janë besimi në Allahun, vepra të mira, durime, devotshmëri, mirësjellje dhe drejtësi, sinqeritet, modesti. Nuk kërkohet prej ti ta bën një punë të rëndë që s'ke mundësi me bë. Prandaj, nëse ke mundësi, bëje. Nëse këto ty të shpërblejnë atje. Mos u mundo me gjëra tjera të kota e me mundu me bërë të lovir jetën tënde dhe pastaj të kërkuar xhenetin e Allahut.